Allahu nuk privatizohet, feja nuk privatizohet, xhamia nuk privatizohet, Islami është për të gjithë. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, thot Allahu dhul jalal, pejgamberin për këtë njerëz mëshirë kemi dërguar. Xhamia ka vend për të gjithë. Allahu është i mëshirshëm për të gjithë. Atëherë thuaj edhe të tjerëve le të adhurojnë Zotin. Mësoj edhe të tjerë me ran sejdë. Mësoj edhe të tjerë me thon subhanallahu. Mësoj edhe të tjerë avdes me marr, edhe fëmin, edhe vllaun, edhe djalin, edhe shokun, edhe dashamirin, edhe mikun ton. Të gjithë merru, bënu njeri i mirë. Bënu pe atyre që bota Allahu dhul jalal, wa qulu lin-nasi husna, thuaj njerëzve për fjalë të mira. Folë për njerëzve fjalë të kulturune, folë për njerëzve fjalë të Zotit, folë njerëzve fjalë të mrekullueshme, sepse fjala e mirë e shëron shpirtin edhe mendin e njeriu, edhe e kthen njeriu në rrugë drejt. Fjala e keqe edhe thumbon, edhe mërzit, edhe pejxhamis e largon, edhe fen kime mujt mjandru njeriu kur je shumë i keq. Këtë defekt e kemi edhe ne në xhami, edhe ne si namazli. Do namaz e bajmë në rrugëve, nuk kallëzojmë moral të mirë, nuk kallëzojmë edukat të lartë, nuk kallëzojmë këshilla të tjerëve, kem qef më falë veç për veti. Allah i na i ruaj gjuhat tona, Allah i na i ruaj zemrat tona, Allah i na i përmirësov gjendjen tonë, Allah i Arabi na i mur xhamiat tona, Zoti i largov djemtëri dhe të reja të punëve të këqija, Zoti i madh na i bashkon parin tonë. O Allah që po të lut na bashkon ai parin tonë. Ja Arabi na i ruaj rinin tonë, Zoti i madh na i mbroj kufit tonë, na i forcon ushtrin tonë, na i ruaj lirin tonë, Zoti i madh na i mëshiron të vdekurit tonë, na i udhëzon të humbrit tonë. Ja Rabbi na i shëron të smurit tonë, o Allah i shëron të smurit tonë. Thot Allahu Gjeleshanuhu, thuaju rëvëve të mi. Nuk thot Allahu Dhul Gjelal, thuju gjunahqarve të mi. Prap Allahu Dhul Gjelal nuk e përmend në këtë ajet, thuaju rëvëve të mi që janë gjunahqar. Jo, thot Allahu Dhul Gjelal, kul ja ibadi e ledhine esrafu, thuju të pejgamber rëvëve të mi të cilet e kanë tepru prej gjunahet. Jo vetëm gjunahqar, kanë kalu kufit për gjunahet. Nuk kalan gjuna pa praktiku, nuk kalan gjuna pa vepru, nuk kalan gjuna pa e kërku, nuk kalan gjuna këtë dynja që në trupin e ti nuk është zbulu. Kul ja ibadi e ledhine esrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmetillah. Thuju o pejgamber rëvët mi të cilet gjdo kufi e kanë kalu me gjunahet që kanë vepru. La taqnatu min rahmetillah. Mos e hub shpresat e Allahu Dhul Gjelal, mos e hub mytin të Allahu Dhul Gjelal. Pse o Allah? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allahu Dhul Gjelal krej gjunahet i fal, nëse pendohesh. Dhe Allahu Gjeleshanuhu ty të ka shtin kurnizen e robit të ti, duke thanë o robi im, nuk po drejtohet o gjunahqari im, nuk po drejtohet o ti që mu shpinën ma ke kthy, nuk po drejtohet o ti që kurnit mirë se ke vepru, po thët o robi im, edhe pse ke ba gjunahet pa fune, pa kuptim, prap unë jem falë sy yti shpresat të unë mos pihu, sepse Allah është falë si madhë, Zotë Dhul Gjelal neve na dënë. E kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.